Vëmëroja po ban gabim shumë të madh me këtë koalicion që e ka bërë dhe nuk po reflekton me gjetë urat lidhse me bashkëpunu në mënyrë parimore për demokracinë, lirinë dhe sigurinë, edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën, edhe me Bullgarinë, edhe me ndryshu kushtetutën, mi fut bullgar në kushtetutë dhe me ecë përpara. To kam vendosur me shku në anën e kundërt. Dhe duke mendu këto që për i shtypin shqiptarët, unë e hapta zë ju tham, tyre sot që janë të vëmëroja, edhe ato që janë konë deri dje të vëmëroja, po të LSDM-ja, nëse ndodh ndonjë konflikt, nuk mund të ashitni konfliktin në Maqedoni në emën të shqiptarëve. Nuk mund të ashitni. Ne kina me pos konflikt, po konflikti ka me qenë mes Maqedonëve dhe turqve. Tash ki konflikt, nuk ka mu për hap kështu, po ka mu thonë konflikt shqiptaro-Macedon. S'ka konflikt shqiptaro-Macedon, por ka me pas konflikt mes atyre që shkojnë xhami dhe mes atyre që shkojnë kish. Dhe ne shqiptarë që nuk shkojmë as në kish as xhami, s'kem kur gjo të bojmë me ta. Pra kanë mi u marrë në qafë, ju që doni me qenë të zurrejtit i lirë, Miletit Skënderbek e keni kohën e fundit me reflektu, mu distancu dhe mu largu nga këto politikat e egra, edhe të ati kryetarit, edhe të ati kryekomunarit që ti ja ke dhënë votën.